Fshati Gorici, njësisë administrative Anemalit në kufime e rajonin Ulqinit, ngrihet mbi kodra ndërsa toka bujqësore i ka në brigjet e lumit Buna. Daljet e Bunës nga shtrati si dhe ujrat e përroj që vjen nga përtejve në kalimit kufitar të Muriçanit kanë mbuluar të gjithë sipërfaqe me ujë, që vend arrin deri në 1.5 metra. Dëmët më të mëdha për banorët janë shkaktuar në bazë ushqimore të blektorizë në serat e mbjedha me spinak. 20 tokë janë që si i kam trajnë në ujë. Sa përset edhe tash baza shumore e baktive, unë kam kësoll. Bëma shu i mo, a jam zetë mu. Unë jam të jitu me ta. Nuk shë kekun jashtë vetë me bakti jam lidhun. 20 rrim tokë, unë kam nujtë në. Si i kam edhe vjetë, tani në janë që të reja. Tash shteti nëse mund pakten, ne në të shpërblim në zjanë mujtë me madhanë, mirë bënë. Së mujti prep e valla. Unë i kam 4 kanë lopë, si ata dojnë me hongër. Po seret janë të mjana spinak. Po shihet spinaku që ka falimentu. Kret, mirë se spinaku është përfundim, po që të mjadhe ma, se mjadhe s'prashikohet ma këto. Tu ky uj edhe i muj sigur që është, se tanta shina që kanë ra atje të rezervu me janë, ata i shlojnë, kuptohet e shlimi vjen këne ka na. Na s'munda me mjallë ma, as për këtë vit, dere ka pranë vera, se na tesh pregatit na me mjallë, ka gjysa shkutit, ashtu kena menu, po nuk shohim të ardhme. Na, mirë se me uj bëllë, po as rrug, as i sen s'na ban gjo, kush këtë vend, ku jene na. Ata thojnë, iku, për një i muj, sigur që nuk iku i kjo. Për një muj është sigur. Që datën 8 ka një uj, besoj si dhe ka 10 shkurti, tu siku i. Që da të mojmë na, as i sam. Na da shojmë ujnë të ikte poshtë, se gjatë tjetër punë tjetër s'munda me bona. Ato theksojnë se uji në këtë zonë do vazhdoj të qëndrojë për një kohë të gjatë, ndërsa për sa i përket kompensimeve, kujtojnë se për përmbytjet e mëparshme ato kanë qenë të papërfillshëm. Në ty kësoll, ka kënë 1 metë e gjithë ujmen. Më ka thonë 1 milion lek, a bojë kësollën me 1 milion lek? Sa për sat, nuk bëhet. Fshati Goric ka mbi 30 shtëpi, kërkesa kryesore e banorëve e drejtuar Bashkisë Shkodër është rrugëllimi i rrugës si lënë për gjysmë viti më parë, ndërkohë sipërfaqja e tokës në ujë në këtë fshat së bashku me ato të Obotit dhe të ndonjë fshati tjetër të njësisë administrative Anemalit arrin në 550 hektar sipas shtabit të emergjencave.